Miqtë e mi, përshëndetje. Jemi së bashku, si çdo herë tjetër, për të njohur me situatën meteorologjike në vendin tonë të kontinentin evropian, sipas Meteoalb. Pjesa e parë e ditës është dominuar nga kthjellime dhe vranësire të herpashershme në të gjithë vendin, të cilat më të theksuara kanë qenë në zonat jugore dhe juglindore të vendit. Pjesa e dytë e ditës do të vijojë me alternime kthjellimesh dhe vranësiresh të dëndura, duke bërë kështu që gjatë natës të ketë rreshje shiu në të gjithë territorin, si edhe rreshje të pakta dëbore në zonat e larta malore. Temperaturat e ajrit kanë pasur rritje të lehtë në orët e mëngjesit, ndërsa mesdita nuk ka sjellë ndryshim të tyre. Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 30 km/h nga drejtimi juglindor. Përpasoj, në brigjet e Adriatikut dhe Jonit është gjeneruar dallgëzim 3 deri në 4 ball. Po cilat do të jenë kushtet atmosferike për 24 orët e ardhshme në vend? Dita e nesërme do të jetë në ndikimin e vranësirave dhe shirave, fillimisht në zonat jugore dhe më pas duke përfshirë të gjithë vendin. Në zonat e thella malore, rreshjet do të jenë në formë dëbore. Pjesa e dytë e ditës do të vijojë me vranësira dhe shira në të gjithë vendin, por sasia e tyre do të jetë e pakët, ku më të theksuara do të jenë gjatë natës. Temperaturat e ajrit do të rriten lehtë në orët e mëngjesit, ndërsa mesdita do të sjellë një rënje me 1 deri në 2 gradë të tyre. Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 30 km/h nga drejtimi juglindor. Kjo do të bëjë që në brigjet detare të gjenerohet dallgëzim 3 deri në 4 ball. Për 24 orët e ardhshme, në ndikimin e masave ajrore të dobta dhe vranësirave dhe rreshjeve të shiut dhe të dëborës, do të jenë gjithashtu vendet e rajonit, por vranësira dhe rreshjet do të jenë të përkohshme. Përsa i përket pjesës së kontinentit evropian, pjesa e vendeve lindore do të mbetet në dominimin e rreshjeve të dëndura të dëborës, si pasojë e prezencës së një qendre me presion atmosferik të ulët nga verilindja e kontinentit. Greqia do të vijojë me vranësira dhe shira me intensitet të lartë, duke rrezikuar përmbytje në shumë zona. Ndërsa me më të kthjellët, por të ftohtë, do të jetë prezent për pjesën e vendeve të Europës perëndimore, ishujt britanik si edhe vendet nordike. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen. Bashkë ritakohemi nesër.